Vëllezërit Vllasaliu dënohen me burgim të përjetshëm për një vrasje të planifikuar. Gjykata zbulon detajet e planifikimit për vrasjen e biznismenit të njohur Bedre Rexhepi. Janë këta dy vëllezërit Jeton dhe Nexhat Vllasaliu, të cilët sot janë dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e planifikuar të biznismenit të njohur Bedre Rexhepi. Sipas aktakuzës, ngjarja ndodhi mes janarit dhe 8 prillit të vitit 2021. Jetoni e fton Bedriun në shtëpinë e Nexhatit në fshatin Vllasali, komuna e Novobërdës, aty ku gjithçka ishte planifikuar. Me të arritur, Jetoni e vret Bedriun në mënyrë tinzare, duke menduar se ai ka me vete shumën e të hollave prej 30.000 euro, siç edhe ishin marrë vesh për shitjen e veturave. Mirë po pas vrasjes, tek viktima kishte gjetur vetëm shumën prej 8.000 euro, që i ka ndarë me të pandehurin Nexhat Vllasaliu. Pastaj kufumën e të ndjerit e dërgon në katin e tretë të shtëpisë dhe në pamundësi për ta varrosur e kishte mbështjell kokën e tij me qese të zezë të najlonit, kurse tërë trupin me perdët e shtëpisë dhe e kishte lidhur në një litar. Pastaj veturën e dërgon në fshatin Shushic të Janjevës për të zhdukur gjurmët. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda njofton se ata janë të dënuar për shkak të veprës vrasje e rëndë dhe dëmtim i kufumave.